Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatet, selamet I dërgojmë pejgamberit alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër dhe motra, sikurse që e dini, pra jemi në muajin e Kur'anit, pra Ramazanin ndryshe quhet edhe muaji I Kur'anit. Shkaku që Kur'ani ka zbritur në këtë muaj. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përsëriste Kur'anin bashkë me Xhibrilin alaihi salam gjatë Ramazanit 2 herë. Dhe dietarët kanë thënë që sa më shumë të lexohet Kur'an në Ramazan, shpërblehet njeriu, shpërblehet besimtari me shpërblime të shumta. Por vëllezër nderuam, leximi I Kur'anit duhet me lënë gjurmë në jetën tonë, në veprimet tona, në sjelljen tonë. Leximi I Kur'anit nuk duhet të jetë vetëm hajt të lexohet sa më shpejt I kalojmë faqet dhe hatme, pra të përfundojmë sa e sa herë leximin e Kur'anit dhe mos me përfitu prej Kur'anit. Çdo kush prej besimtarëve duhet që kur ta lexojmë Kur'anin, nëse nuk kemi kuptuar gjërat që nuk I dim, të kthejmë dhe t'i analizojmë. Pra, mos të bëjmë vetëm hatme pa kuptu. Por në çdo hatme, bile mësoj 10 ngjarje apo 10 ajete që nuk I ketë të njohura kuptimin e tyre. Ktheu në komentimin e atyre ajeteve. Pra në çdo hatme minimumi ti kesh 10 përfitime. E pastaj sa më shumë hatme, nga 10 përfitime, nëse I bën 10 hatme, I ke pra 100 përfitime. Pra ktheu në surat në përmbajtjen e surave. A thu, për shka flet kjo sure? Sa herë ke lexu dhe nuk e din kuptimin e asaj surës? Apo nuk e din çfarë tregimi gjendet në atë sure dhe çfarë mësimesh duhet të nxjerrim nga ky tregim? Për shembull, surën Al-Kauthar. Sa herë lexon inna atajna Al-Kauthar, çka është fjala Kauthar? Ktheu dhe lexoje dhe kuptoje. Për çka është kjo sura? Apo sura tjetër, apo sura tjetër. Pa nisjani mas pari me 10 surat e fundit. Që ti kuptojmë pra këto sure, përderisa jemi duke I lexuar dhe po I përsërisim në namaz, më së paku ta dim kuptimin e tyre, kuptimin bukfal për çka flitet në këtë sure. Dhe kështu pra, kur ti kuptojmë në surat, apo I kuptojmë ajetet të cilat I kemi pasur të paqarta, nxjerrim mësime për vetveten tonë dhe dim se çka po kërkohet prej neve besimtarëve. Dhe për këtë arsye ka zbrit Kur'ani. Kur'ani ka zbritur ne për me zbatu, për me praktiku Kur'anin, për me punu me Kur'an, e jo vetëm se me lexu pa kuptim. Andaj o vëllezër, edhe elhamin që e lexojmë në namaz, el-Fatihan që e lexojmë, të dim se çka jemi duke lexuar. Kul huwallahun kur e lexojmë, të dim se çka jemi duke thënë. Kjo kërkohet prej mbar besimtarëve që në momentin që e lexojmë Kur'anin, të lexojmë pra me kuptim, ta kuptojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu pra, sa herë ta lexojmë Kur'anin, ti nënvizojmë disa ajete dhe të kthehemi në komentimin e atyre ajeteve dhe të përfitojmë nga hatmja jonë. Allah shpëlbeft, Allah I ruajt, kjo ishte vetëm se një përkujtim.